Edhe mburëm. Po mos më ndërhysë e din që më sprejtaj me ndërhyje. Jo, shumë. Me e reduktu çështjen e shëndetit të qytetarëve tonë në terma pejorativ si këta janë për asfalt, ata janë për atë çështjen tjetër, tregon një çështje me e deformu debatin prej çështjes kryesore. Sepse nuk është që ka bo PDK-ja veç asfalt, ka ndërtu edhe shkolla edhe spitale, mos harrojna që ky vend ka qenë i shkatërruar totalisht, edhe sistemi jonë shëndetësor pothuajse ka qenë tërësisht i shkatërruar. Është rindërtu sistemi shëndetësor, normalisht që kena nevojë me e funksionalizu edhe me modernizu. Me e bartë temën, na çështje kaq pejorative, unë mendoj që është çështje kundër interesit të qytetarëve e pasi shëndet mirë. Dy replika cilën e bëvi, kallësam se më kanë repliku. Cilën dush ty? Nuk është çështje pejorative. Nuk ishim kohën të fol për këto probleme shëndetësore sikur të kishë kry punën. S'është çështje imja kjo. Ju keni qenë pushtet. Unë po them që e keni bo asfaltin, bele. Edhe ju keni qenë pushtet. Unë po them që ju e keni bo asfaltin, ju e keni bo asfaltin. Po në shëndetësi nuk e keni marrë, nuk ju intereson shëndetësia sepse paret janë më pak në shëndetësi. Çka ki prioritet është ku i çon paret. Ku i çoni paret ju? Sa % buxhetit keni me para pa për këtë punë? Nuk e keni pas. Prandaj po them që nuk është kalkuluna. Ma pejorative është milion qytetarë të Republikës pa shërbime shëndetësore, pa objekte shëndetësore, se sa fjala që e thot atë. Nuk është pa objekte shëndetësore. Partia Demokratike ka udhëhequr me shëndetësinë 2017-2019 dhe kanë filluar reformat substanciale në sektorin e shëndetësisë dhe i përmirësimit të sektorit të shëndetësisë. Dhe ato që është e rëndësishme, pra edhe listën e pritjes zero në shërbimet e kardiologjisë, edhe në të radiologjisë, ka fillu implementimi në 2019 i trajtimit të infarktit akut miokardit në 2 orët e para, që do të jetë shumë kvalitativ, për fat keq si para këtyre 6 viteve si shërbim është ndërprerje. Si projekt. Se qysh keni qeveri se kem qarve? Ja, na e kem qartë. Asni spital, edhe mburemi me qeverisjen tonë. Edhe mburemi. Po mos më ndërhysë, e din që më sprejtaj me ndërhyje. Ja, shumë. Se qysh qeveresni jo, na e kem pove. E keni njerën që keni pas ministër të shëndetësisë i cili ma shumë bën biznes se politik. Pe Izabellit e shë Prishtinën. A Prishtinë e kem plot bërlog. As një spital Prishtinës ja keni bo. As tu të bashkë qeverisë me LDK në Prishtinë. As tu të pas qeverinë një 10 vjetë. Mos bëni kësi hajgore me mu. E ke pas Prishtinën 8 vjetë. As njëherë. Jo, 8 vjetë. As njëherë Partia Social-Demokratike. As njëherë 8 vjetë e ke pas. Prandaj Ahmeti ka 8 vjetë se ke pas spitalin e Prishtinës, mundesh me akuzu ti. Unë nuk kam qenë në herë kryetar partie dhe nuk kam qenë këtë parti. Ka votu në vetë vendosje. Unë s'ka kryetari i partisë. Ta ndëgjojmë replikën e Bekimit. Po, edhe një herë ta përsëritim. Dikush që sa ek për logun, mundet me ta marru kur spitali. Unë po du vetëm funksionalizimi i spitaleve rajonale ka filluar me Partinë Demokratike në 2017, edhe ato që ta ardhi më herët 2000 mjek pa punë, në fund 2019 kanë qenë 0 mjek pa punë. Ndërsa sot i kena edhe 22 specialistë që kanë përfunu anestesiologjin edhe kanë mbetë pa punë.